Pejgamberi sallallahu ka thonë, kujt Zoti ja fol 3 vajza, i edukon ato, i formon ato në aspekt moral, edukativ fetar, i shkollon, i mirëmbon, i udhëzon fe, deri kur derisa ato të rritën në moshë madhore. Allahu ja siguron xhenet. Një sahabi ka qëllu aty, ka thonë, ja Rasulullah, po thu veç kush ka 3 vajza, 3 qika mi pas. E na që kem 2, qa me bo? Ka thonë, edhe për ju veç ashtu. Një tjetër mes aty, ne, ka thonë, ja Rasulullah, unë si ka mastëria s'by, veç në ka folë Zoti. Qofse s'u folë Zoti, qika tjera, vajza tjera, a kom xhenet në sigur, veç në vajza ka. Qofse i rrin gati, e edukon, e formon që shduhet, edhe ty Zoti të hap xhenet. Pse? Kur zgjoni hadithe ose ajete që ka thonë Allahu ose pejgamberi e selam, kush e edukon një djalë, kush e edukon një vajzë. Veç për vajzë. Në Kur'an keni surja Nisa, surja grave. Keni surën Maryam. Pse më e dolin do që janë alergji të fesë, të rrok alergjia, dhejnë islami ka u padrejtësi grave. Vëlloha rana është. A ti pse i ka u padrejtësi? Se ti se njeh islami. Ti nuk e njeh fesë, nuk e njeh Kur'anin, nuk e njeh hadithet. Ti sheve që do para kamere, me ku më kamerat me të kryt knena, për mas por rrugë, për pora por rrugë, në tjela të maj, a i sheve që do ka bu padrejtësi. Ku i ka bu padrejtësi feja gjinisë femërore? Ku i ka bu padrejtësi? Në qofë se është vajzë, ka shpërblim gjenetin baba i vetë, qofë se baba të nëmë, ka shpërblim të fëmija e vetë, është padrejtësi. Kur të bëhet qika mu martu, bëhet nuse, është plëtsim i fesë të burit. A qështu? Po, në qofë se pejt burit shkën të shpia e vetë, të baba, a jetë qikë mu, nuk jetë. Kena drejtu 4 trojta që i merë femra në jetën e saj. Blestë kanë thonë të nere, po më rjedhë mësën se në orë bia. A është tjetër trojtë. Tjetër situatë është. Nuk është sigurej që është të shpia, është vajzë, sigur kjo që u martu t'i kënë, tash ka ordinar të bia. Tjetër vlerë është, tjetër pasuni është, tjetër situatë është. Kur nuk e hukë islami, asë femrën asë burin. Mënë me hukë unë e tekë, se një në fejë, valla kime hukë ti. Po ti hukë fejë fejë, jo fejë zotë, se nëse jo kejtë fejë, nuk e ti kejtë fejë, nuk e ti kejtë koronë. Oj me gabu të shka. Ama jo me thonë, feja kështu, unë me gabu, që ka gabu, a feja në gabu kur.